Si çdo proces që ndodh në një vend caktuar, varet nga rrethanat, nga koha dhe nga cilësia e gjithçkaje që ndodh në atë vend. Asgjë s'është perfekte. As zgjedhjet në universitete nuk mund të jenë perfekte, po janë shumë më të mira se sa zgjedhjet në politikë, por sigurisht që as proceset e dhënieve të titujve, as më përpara, dhe as sot dhe nuk janë të përkryera. Por problemi është shumë i thjeshtë. Problemi është që me këto ritme të mos promovimit të personelit akademik, të gjithë mund të bllokohet nesër në mënyrë të drejtë për drejtë dhe, si më thënë, vazhdimi i atyre që nuk janë pjesë e titujve në arte. Pra, këtu duhet shikohet, ajo që duhet shikohet, jo, edhe ata që janë profesor të asociuar, nesër nuk do kenë mundësi që KPPA-t formojnë jurit. Jurit që duhet, janë i hallë ke kësaj, duhet kenë 7 profesor me titull. Se që të marrë titullin, nget gjithë procesi akademik në vend, pra nuk është, ne në këtë rast, jemi vonë madje, se duhet kishte nisë më saktë duhet ishte patur një vizion 10 vjeçar për këto punë, që kur u bë 145 ajo statusi i veçantë, të parashikohesh se, dalin dhe njerëz në pension, ndryshojnë, domethënë nga pikpamja e situatës brenda të personelit akademik. Profesor, e kam shumë seriozisht. Dhe stopohet promovimi. Ju mendoni se do ta kthejnë kokën ata? Në rast se ju nuk bërtisni, po flisni me këtë edukat, me këtë kulturë, me shpet Iliri. Iliri, për shumë mund të flasë gjithë ditën se kthej kokën unë në botë, e kupton? Me këtë mirësi që ka në fytyrë, në dashpirë. Sporti kombëtar në vendin... Ta kthej që kokën e Alidoni, po vetëm për inat, jo për kështu. Sporti kombëtar në vendin që ne jetojmë nuk janë as sportet dhe as artet, janë të tjera. E kuptoj. Kështu që unë mendoj që por të dyja këto kanë qenë pjesë të rëndësishme të civilizimit, të formimit dhe të rritjes civilizimit. Mos është një shifër giganteske që se përballon dot buxheti i shtetit. Nuk është fjala për shifra giganteske. Mos ka nevojë të ndryjë NATO, FMN-ja, OKB-ja, organizma ndërkombëtar. Unë mendoj duhet të ndërhyjnë edhe ata. Nga bashkëbisedimi institucional që është bërë her pas here, ne na kanë ardhur fjalë se këto nuk janë bërë të gjitha me shkresa. Po pse ç'a doni ju, doni tituj kështu? Se ka edhe, se të dalësh sken, si që foli Elidoni për problematikën e vetë, që ju desh kaq kohë për... Ne kemi pastaj shembuj pafund, se si duhet mahesh, se Messi që dilte në fush për të bërë stërvitje, edhe për të dhënë pasa, nuk është se s'dinte, po nuk është se s'dinte ai, bënte pasat, po duhet mbajt vetja në formë, që përballosh 180 minuta loj, më falë, 90 minuta loj, apo 120. Pra, që të rish në sken, të duhet një formë që ti duhet të mbash gjithë kohës dhe një proces rritje që duhet të ndodhi ty. Po, pse u mërzi?